Kryeministri paralajmëron masa për uljen e çmimit të energjisë për 5 deri në 10%. Kryetari i Kuvendit Afrim Gashi deklaroi se ligji i përfaqësimit të drejtë është bazë e mirë që mund të përmirësohet në të ardhmen. Qeveria mori 140 milion euro kredi për të paguar borxhet ndaj kompanisë Behtelenka. Malaja e Shkupit pritet të hapet për vizitorët në fillim të muajit gusht. Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se takohemi në lajmet e orës 15:55. Kryeministri Kristian Mickoski paralajmëroi se vitin e ardhshëm çmimi i energjisë elektrike do të ulet për 5 deri 10%. Ai theksoi se synimi i qeverisë është që deri në fund të vitit Maqedonia e Veriut për herë të parë të bëhet eksportuese neto e energjisë elektrike. Kryeministri Kristian Mickoski ka njoftuar se qeveria po përgatitet një portofol konsumator për energjinë elektrike, i cili duhet të harmonizohet me EVN Home dhe prodhuesin shtetëror MOV. Ai paralajmëroi se gjatë kësaj ose javës së ardhshme do të mbahet një takim i përbashkët pune me qëllim që qytetarëve të sigurohet një çmim mesatar i energjisë elektrike 5 deri në 10% më i ulët se ai aktual. Këtë javë ose javën tjetër do të kemi takim pune në thelb për mënyrën se si blihet energjia elektrike në treg në rastin e furnizimit universal. Shpërndarësi, do me thonë furnizuesi i energjisë elektrike EVN Home, publikon një tender në fund të vitit për të gjithë vitin pasardhës. Pra tani përgatisim praktikisht të gjithë treguesit në mënyrë që ata të mund të nxjerrin tenderin në fund të vitit dhe të sigurojnë për vitin e ardhshëm atë që mund të jetë një nga rastet e Ai theksoi se synimi i qeverisë është që deri në fund të vitit Maqedonia e Veriut për herë të parë të bëhet eksportuese neto energjisë elektrike. Sipas tij, kompania shtetërore MOV po konsolidohet dhe pas humbjeve prej 150 milion eurosh të trashëguara nga e kaluara në gjysmën e parë të këtij viti, pritet të regjistrojë fitim prej 6 deri në 7 milion eurosh. Duke folur për projektet e energjisë rinovueshme, Mickoski tha se një pjesë e madhe e tyre tashmë kanë përfunduar, por vlerësoi se në të kaluarën janë realizuar projekte në toka bujqësore me cilësi të lartë. Ai njoftoi se qeveria ka përgatitur ligj që në të ardhmen nuk do të lejojë ndërtimin e projekteve të tilla në tokat e kategorisë së parë deri të katërt për të mbrojtur prodhimin bujqësor. Gjatë 2 viteve, Kuvendi ka mbajtur 196 seanca dhe ka miratuar 710 akte. Kryetari Afrim Gashi, duke prezantuar raportin 2 vjeçar, tha se Kuvendi gjatë kësaj periudhe ka qenë më pragmatik. Për ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, Gashi tha se është bazë e mirë e cila në të ardhmen mund të përmirësohet. Në prezencë të deputetëve të shumicës parlamentare dhe në mungesë të opozitarëve, kreu i Kuvendit Afrim Gashi ka paraqitur raportin 2 vjeçar të punës së Kuvendit. Në paraqitjen e tij, Gashi tha se Kuvendi në këto 2 vite ka qenë më pragmatik dhe në më pak seanca ka miratuar numër më të madh të ligjeve për dallim nga vitet e kaluara. Sipas raportit zyrtar, gjatë kësaj periudhe janë realizuar gjithsej 196 seanca, janë miratuar 710 akte dhe janë realizuar 29 seanca kushtuar pyetjeve të deputetëve, prej të cileve 16 kanë qenë të rregullta. I pyetur nga gazetarët, Gashi foli edhe për ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, që me 10 qershor pritet të hidhet në lexim të parë në seancë plenare. Ai tha se ligji mund të ketë mangësi, por është bazë e mirë e cila në të ardhmen me debate dhe me amandamente mund të përmirësohet. Asnjë ligj nuk është i përkryer. Mendoj se kjo formë, se si është menduar i tërë sistemi, është mënyra më e mirë e mundshme, por koha është testi më i mirë për çdo ligj. Në momentin që e shohim se duhet të përmirësohet, ne mund të ulemi sërish dhe të diskutojmë dhe të përmirësohet ligjin të ardhmen, por mes asaj që të mos kemi fare ligj dhe të kemi një ligj në këtë formë të përpiluar, të përgatitur dhe të furtur në procedurë në format më të mira të mundshme, në procedurë të rregullt, me debate, me komitet, me debat hapur, mendoj se është mënyra më e mirë për ta sjellur në ligj.
Duke u rikthyer në kohë, Gashi tha se si opozitar në vitin 2018 e kishte votuar ligjin për gjuhët, edhe pse kishte qenë i bindur aso kohë se ligji në fjalë nuk e absolvon çështjen e gjuhës. Prandaj sipas Gashit është e pakuptim sepse opozitarët e sotëm nuk e mbështesin ligjin për përfaqësim të qeverisë. Mendoj që po bëhet një veprim jashtëzakonisht pozitiv. Në vitin 2018 unë kam qenë deputet dhe pikërisht këtu në këtë sallë, deputet i opozitës e kam votuar ligjin për gjuhët, për cilin kam qenë i bindur se nuk e absolvon përdorimin e gjuhës shqipe. Dhe sot nuk e kuptoj pse opozita nuk e voton një ligj i cili nuk është trajtuar si çështje me ligj deri tani. Kur jemi tek ligji për përfaqësim të drejtë adekuat, duhet të potencojmë se opozita ka paralajmëruar bllokimin e ligjit të propozuar nga qeveria. Jo vetëm këtë, lidhja shqiptare Zjadin Selës ka propozuar ligj paralel në procedurë parlamentare, duke pretenduar se ligji i tyre është zgjidhja reale e problemit të përfaqësimit adekuat. LSDM-ja ka nisur 2 projekte, iniciativën e Shkupit dhe platformën Shteti Yt Mundësia Jote. Zëdhënësja Bogdanka Kuzeska deklaroi se po nisi një etapë të re të veprimit politik, duke synuar një shtet modern, të drejtë dhe europian. Zëdhënësja dhe antarja e bordit ekzekutiv të LSDM-s, Bogdanka Kuzeska, ka njoftuar se me iniciativën e Shkupit dhe platformën Shteti Yt Mundësia Jote, LSDM-ja po nis një etapë të re të veprimit politik. Kuzeska tha se kjo bazohet në vlerat e social-demokracisë, në luftën për një standard më të mirë jetese, në luftën kundër korrupsionit dhe sipas saj për një të ardhme evropiane të Maqedonisë së Veriut. Platforma programore Shteti Yt Mundësia Jote në formën e saj përfundimtare është e qasshme dhe e publikuar për opinionin. Kjo është vizioni i LSDM-s për një shtet modern, të drejtë dhe evropian, ku institucionet punojnë për qytetarët, puna vlerësohet dhe të rinjt kanë arsye të qëndrojnë dhe të ndërtojnë të ardhmen e tyre në vendlindje. Sipas Kuzeskës, një vend qendror në platformën zë luftë kundër korrupsionit dhe krijimi i një sistemi ku institucionet funksionojnë pa ndikim politik dhe, siç tha ajo, ku ligji zbatohet në mënyrë të barabartë për të gjithë. Ajo shtoi se platforma ofron zgjidhje edhe për sfidat ekonomike me të cilat përballen qytetarët. Kuzeska sqaroi se përmes iniciativës së Shkupit, LSDM ka konfirmuar rolin e saj si faktor bashkues i lëvizjes më të gjerë progresive në rajon dhe në Evropë, e cila kundërshton korrupsionin, autoritarizmin dhe politikat anti-evropiane. Evropa nuk është një qëllim politik abstrakt, por një jetë më e mirë në vendin tonë, paga më të larta, sundimi i ligjit dhe më shumë mundësi për çdo njeri. Maqedonia nuk duhet të mbetet e bllokuar në nacionalizëm, populizëm dhe manipulime politike që e largojnë nga ardhmja evropiane. Kuzeska po ashtu theksoi se Fronti për të vërtetën dhe drejtësinë nuk është një projekt partijak, por sipas saj një lëvizje gjerë shoqërore dhe mbipartijake, e hapur për të gjithë qytetarët, organizatat, intelektualët, profesionistët, sindikatat dhe aktorët e tjerë shoqëror. Ish drejtori i ndërmarrjes publike pyet kombëtare përballet me kallëzim penal në ndyshimet për keq përdorim të detyrës zyrtare. Sipas autoriteteve, ai ka lidhur 8 kontrata për shqitjen e drurit të dëmtuar nga zjarre duke përdorur çmime të vjetra dhe më të ulta se ato në fuqi. Kjo ka mundësuar përfitime të paligjshme për më shumë se 2 milion denar 6 kompanive private. Zyra e jashtme për çështje penale e Delçevës ka ngritur padi penale kundër ish drejtorit të ndërmarrjes publike Pyje Kombëtare për shkak të dyshimit se ka kryer veprën penale, keqpërdorim të pozitës dhe autoritetit zyrtar. Nga zyra e jashtme sqarojnë se i akuzuari ka keqpërdorur pozitën dhe autoritetin e tij zyrtar, duke lidhur dhe nënshkruar 8 kontrata për blerjen dhe shitjen e masës drusore të dëmtuar nga zjarri me 6 persona juridik. I akuzuari V.G. ish drejtor i NP Pyjeve Kombëtare në periudhën nga 13 shkurt 2023 deri më 7 maj 2024 ka lidhur dhe nënshkruar 8 kontrata për shitblerjen e masës drusore të dëmtuar nga zjarri me 6 persona juridik, kompani me çmime më të ulëta se lista e çmimeve në fuqi
Të 8 kontratat e lidhura për blerjen dhe shitjen e asortimenteve të drurit të dëmtuar nga zjarret, nga zyra e jashtme thonë se kishin çmime nga një listë çmimesh e datës 5 dhjetor 2014, në të cilën çmimet ishin më të ulta se lista e çmimeve në fuqi e datës 21 korrik 2022. Të 8 kontratat u zbatuan, gjë që i mundësoi të paditurit tu mundësonte 6 personave juridik të përfitonin 2.053.838 denar dhe për këtë shumë parash në PPY kombëtare u dëmtua. Qeveria ka marrë një kredri prej 140 milion eurosh nga bankat vendore për financimin e pagesave ndaj konsorciumit amerikano-turk Bechtel dhe Enka. Kredia do të shlyhet brenda 12 vjetësh me një periudhë grace prej 3 vjetësh. Në të njëjtën seancë është miratuar edhe një garanci shtetërore për një kredi të përbashkët prej 176.5 milion eurosh e destinuar për përfundimin e autostradës Kërqov-Ohër. Qeveria vendosi që detyrimet ndaj konsorciumit amerikano-turk Bechtel dhe Enka për ndërtimin e autostradave të korridorit e 8 dhe korridorit e 10D të paguan përmes një kredie nga 4 banka maqedonase. Vendimi është miratuar në mbledhjen e qeverisë më 2 qershor. Kredia do të jetë në vlerë prej 140 milion eurosh me afat shfrytëzimi prej 30 muajsh, periudhë grace prej 3 vjetësh dhe shlyere gjatë 12 viteve të ardhshme. Ministri e Financave Gordana Dimitrievska Koçoska është autorizuar të nënshkruaj garancinë shtetërore e cila mbulon borxhin kryesor, interesin dhe komisionet në rast se ndërmarrja publike për rrugës shtetërore nuk i përmbush detyrimet ndaj bankave. Me këtë vendim, qeveria lëshon një garanci shtetërore me të cilën garanton përmbushje me kohë dhe në tërësi të detyrimeve të ndërmarrjes publike për rrugës shtetërore ndaj 4 bankave në bazë të komisionit për shumën e miratuar, por të pashfrytzuar të kredis, borxhit kryesor dhe interesit, thuhet në njoftimin e publikuar në gazetën zyrtare. Në të njëjtën mbledhje është miratuar edhe një garanci shtetërore për një kredi të përbashkët prej 176.5 milion eurosh për përfundimin e autostradës Korçov-Ohër, e cila deri më tani financoj nga banka kineze Exim Bank. Kushtet e kësaj kredie janë të njëjta me ato për projektin Bechtel dhe Enka. Komisioni Rregullatori i Energjetikës informoi se nga mesnata një litër benzin do të jetë më i lirë për 2 denar, ndërsa nafta dhe vaji ekstra i lehtë për ambisëri do të shtrejtohen me 1.5 denar. Sipas vendimit të ri, çmimi me pakici benzinave Euro Super BS 95 dhe Euro Super BS 98 ulet për 2 denar për litër. Kështu një litër Euro Super BS 95 do të shitet për 86 denar, ndërsa çmimi Euro Super BS 98 do të jetë 88 denar për litër. Vizitorët do të mund të hyjnë në kalan e Shkupit që nga fillimi i muajit gusht. Drejtoria e Mbrojtjes së Trashëgimisë Kulturore njoftoi se po bëhet rregullimi i muzeve dhe po zhvillohen disa procese paralelisht. Kalaja e Shkupit do të rihapet për vizitorët në fillim të muajit gusht. Kështu bën të ditur nga Drejtoria për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore. Drejtoresha Vesella Qestoeva tha se po bëhet rregullimi i muzeve dhe po zhvillojnë disa procese paralelisht dhe siç u shpreh përgatitjet janë nga fundi. Me nënshkrimin e marrëveshjes njëri muze është kryer, tek tjetri ndërtimet janë nga fundi. Për 2 javë ai do të jetë gati. Paralelisht me këtë proces po e ndjek edhe procesin në kadastër. Pra për 1 muaj ose 1 muaj e gjysmë do të jemi gati diku në fillim të muajit gusht. Ndërkohë punimet po shkojnë me dinamikën e planifikuar edhe në sallën universale. Ministri i Kulturës Zoran Lutkov njoftoi se punimet do të përfundojnë në fund të vitit 2027. Po punohet në sallën universale, tempoja është e shkëlqyer, marr informacione në bazë javore. Nëse vazhdohet me këtë tempo, në fund të 2027-s duhet të jetë e përfunduar. Këto 2 objekte do të jenë ndërkryesore gjatë programit Shkupi 2028 ose kryeqyteti evropian i kulturës për vitin 2028. Përveç kalas, sallës universale, qarshisë së vjetër, Skupit, akuaduktit, ministri Lutkov theksoi se do të përfshihen edhe të gjitha institucionet lokale dhe kombëtare brenda qytetit të Shkupit. Është ndarë nga jeta sot në moshën 60 vjeçare ish ambasadori dhe publicisti Arsim Zekolli. Ai ka qenë aktiv në jetën publike dhe si tillë shquhej për analizat e ashpra politike që jo rrallëherë shkaktonin polemika e debate në opinion.
Është shuar sot nga jeta në moshën 60 vjeçare publicisti Arsim Zekulli, një nga zërat më kritik të politikës në vend. Lajmi për vdekjen e tij është bërë i ditur nga familja e tij e ngushtë. Me dhimbje të thellë dhe me pikëllim të madh ju informojmë se sot më 8 qershor 2026 në orët e hershme të mëngjesit papritur ndërroi jetë vëllai i ynë Arsim Sulejman Zekulli, thuhet në njoftimin mortor të vëllait të të njerit Shefqet Zekulli, i cili njoftoi se ceremonia e varrimit zhvillohet pas ditën e sotme në fshatin Blac në Kosovë. Zekulli ka qenë historian i artit, ish gazetar, aktivist humanitar, përkthyes, ambasador e zyrtar në organizata të ndërkombëtare. Megjithatë, përtej detyrave që ka ushtruar e profesioneve që ka pasur në jetën e tij, Zekulli njihej në opinion si një erudit, njohës i thellë i artit e një shpirt i lirë, të cilat të gërshetuara së bashku përbënin një mendje të ndritur. Zekulli do të mbahet mend për kritikën e tij të mpret, polemikat e argumentuara e analizat me këndvështrime unike. Lajmi për vdekjen e tij është pritur me pikëllim të thellë dhe për të kanë shkruar njerëz të profileve të ndryshme, duke kujtuar veprën e tij dhe duke shprehur ngushëllime në rrjetet sociale. Lëvizja e vetëvendosjes sërish i ka fituar zgjedhjet në Kosovë me 42.91%, PDK ka marrë 21.12% të votave, LDK 17.58% të votave, AK 7.16%. Kandidati për kryeministër nga radha e televizjes vetëvendosja Albin Kurti, pas shpalljes së rezultateve, paralajmëroi se javët në vijim do të bashkëpunojë me partitë e tjera për të zgjidhur çështjen e presidentit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përfunduar procesin e numërimit të votave duke publikuar rezultatet preliminare të zgjedhjeve të 7 qershorit në Kosovë. Edhe në këto zgjedhje, lëvizja vetëvendosje mbetet partia e parë me 42.91% të votave. Partia Demokratike e Kosovës ka marrë 21.12% të votave, Lidhja Demokratike e Kosovës ka marrë 17.58%, ndërsa Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka marrë 7.16%. Kandidati për kryeministër i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti pas shpalljes së rezultateve ka falendëruar votuesit, derisa paralajmëroi se javët në vijim do të bashkëpunoj me partitë e tjera për të zgjidhur çështjen e presidentit. Në javët në vijim do të komunikojmë, do të takojmë e do të bashkëpunojmë me të gjitha subjektet politike të Republikës Kosovës, sepse ne e kemi para së gjithash e mbi të gjitha interesin publik, vullnetin e përgjithshëm dhe Republikën sovrane e të pavarur të Kosovës, të cilës i shërbej me devotshmëri. Sekretarja e përgjithshme e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Qitaku, bëri të ditur se PDK e pret numërimin e plot të votave për të bërë publike qëndrimet e saj. Ajo tha se është thelbësore që çdo vot të numërohet me kujdes, të ruhet me integritet dhe të respektohet vullneti i qytetarëve. Ndërkaq kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, tha se LDK-ja ka shënuar rritjen më të madhe të një subjekti në këto zgjedhje. Lidhja Demokratike e Kosovës sonte shënon rritjen më të madhe që një subjekt politik ka siguruar në këto palë zgjedhje. Në vetëm një muaj fushat, në kaq pak kohë, LDK-ja ka kaluar nga 13% në 18% përkatësisht në 20 mandate. Delegacioni i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës ka vlerësuar se zgjedhjet e 7 qershorit në Kosovë u zhvilluan në mënyrë të rregullt dhe të qetë, ndërkaq përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Kaja Kallas tha se zgjedhjet demokratike dhe gjithëpërfshirëse në Kosovë krijojnë mundësinë për t'i dhënë fund më shumë se një viti bllokade politike. Sipas saj, tani u takon liderëve politik që të veprojnë në mënyrë konstruktive për të siguruar funksionalizimin e institucioneve. Tirana pritet që sërish sot të jetë qendra e protestave qytetare, ndërsa në orën 18 është paralajmëruar zhvillimi protestës së 9 radhazi në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Prej më shumë se një jave, mijëra qytetar janë mbledhur çdo mbrëmje në kryeqytet për të shprehur kundërshtimin ndaj qeverisë dhe disa projekteve të debatueshme, me kërkesën kryesore për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Në protestat e deri tanishme, pjesëmarrësit kanë marshuar nga sheshi Skënderbej drejt
kryeministrisë, duke mbajtur pankarta dhe duke artikuluar kërkesa për anulimin e projekteve të kundërshtuara, për fshirat të zvërnecit si dhe për ndryshime në qeverisjen e vendit. Pjesë të tubimeve kanë qenë qytetarë të grup moshave të ndryshme, të rinj, familjar, pensionistë dhe aktivistë, të cilët kanë deklaruar se do të vijojnë protesta deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Rama Dorhiqu, Adeu nuk është në shitje dhe Shqipëria e re kanë qenë ndër sloganet dhe pankartat më të pranishme gjatë protestave të zhvilluara ditët e fundit. Organizatorët kanë bërtëditur se lëvizja qytetare do të vazhdojë edhe në ditët në vijim, duke konsideruar protestën si një reagim ndaj pakënaqësive të akumuluara në shoqëri. Ushtria izraelite tha se avionët e saj luftarak përfunduan një sulm në shkallë të gjerë ndaj asaj që e quajti sisteme strategjike të mbrojtjes në Iran. Në një deklaratë ushtarake thuhet se sulmi u drejtua nga Drejtoria e Inteligjencës dhe kishte në shënjestër sisteme mbrojtëse të vendosura në disa zona të Iranit. Ushtria pretendoi se sulmi i fundit që i çmontoi këto sisteme nuk pati asnjë koment të menjëhershëm nga autoritetet iraniane lidhur me pretendimin izraelit. Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit tha sot se Izraeli ka filluar një lojë të rrezikshme, duke kryer sulme kundër objektivave civile dhe industrisë së naftës. Në një deklaratë nga transmetuesi shtetëror i RIB, IRGC-ja tha se nisi sulm me raketa në Haifa, në Izraelin verior, disa minuta më parë në hakmarrje për një sulm izraelit ndaj kompanisë petrokimike Mahshar të Iranit më herët gjatë ditës. IRGC-ja paralajmëroi se pasojat e valës aktuale të përshkallëzimit në ekonominë globale do të jenë përgjegjësi e zjarrvënësit kryesor në këtë fushë, Amerikës. Më herët gjatë ditës një sulm ajror izraelit shënjestroi një kompani petrokimike në Iranin jugperëndimor, duke shkaktuar dëme të pjesshme në kompleksin industrial, thanë zyrtarët iranianë. Një tërmet i fuqishëm me magnitud 7.8 ball goditi të hënën në mëngjes brigjet e ishullit Mindanao në jug të Filipineve, duke shkaktuar vdekjen e të paktën 32 personave dhe plagosjen e më shumë se 200 të tjerëve. Pas tërmetit, Agjencitë Sismologjike të Filipineve dhe Indonezisë lëshuan paralajmërime për tsunami, duke u bërë thirrje banorëve të zonave bregdetare të evakuoheshin drejt vendeve më të larta ose më në brendësi të territorit. Megjithatë, alarmet u hoqën më vonë gjatë ditës. Autoritetet raportuan dëme nga tsunami në të paktën një fshat, pasi val deri në 1 metër lartësi goditën brigjet pranë epiqendrës së tërmetit. Presidenti i Filipineve deklaroi se institucionet shtetërore po veprojnë me shpejtësi për koordinimin e operacioneve të emergjencës dhe ndihmës për të prekurit. Sipas Agjencisë Kombëtare për Menaxhimin e Fatkeqësive, përveç viktimave dhe të lënduarve, raportohen edhe persona të zhdukur. Ndër zonat më të goditura është qyteti Portugal General Santos, i cili ka mbi 700.000 banorë dhe njihet si qendër e rëndësishme e industrisë së peshqimit dhe tregtisë. Filipinet ndodhen në të ashtu quajturën unaza e zjarrit e paqësorit, një zonë me aktivitet të lartë sismik dhe vulkanik. Shkues të nderuar, këtu është fundi lajmeve. Ju falenderoj që na ndoqët. Mirupafshim.